faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të ngrohtë sa të zgjatë. Kështu që keni bë kaq nxehtë këtë soll të Bellanicë, do ta bëjmë atmosferën e nxehtë në krejt Malishevën dhe anën bon Kosovës të dielën brenda në stacion. Punë të mira që ka kemi nisur, ne po i vazhdojmë, sepse unë herë jam kryeministër detyrë e herë detyrë kryeministri. Përveç që jam kryeministër, Kosova ka edhe president, ushtruese detyrës presidentit Ahmet Haxhiu. Ajo çka nuk ka Kosova është kuvendi. E në kuvendin e ashtë, na duhet një fitore edhe ma e madhe se 57 deputet, edhe ma e madhe se 51% në mënyrë që të krijojmë stabilitet institucional e të fillojnë të funksionojnë me shpejtësi institucionale. Pra, çka kemi nisur këtë 4 vjeçar, vazhdon. Dhe jo vetëm që vazhdon, por shtohet. Ne nisëm shtesat për fëmijë, e mbështetjen për nënat lehona, e bursat për student, po prej shtesave për fëmijë, deri te bursat për student, kena me 2 fishu gjatë mandatit tanë. 20 milion euro, 18.000 bursa në 4 vjeçarën e kaluar. Këto 2 fishohen, edhe shtesat për fëmijë që janë 30 euro për ata që i kanë deri 2 fëmijë, e 45 euro për ata që i kanë 3 fëmijë e ma shumë, 2 fishohen, ashtu që kush i ka 3 fëmijë për shembull, i merr 270 euro në muaj, 4 fëmijë 360 euro në muaj, 3 fëmijë 540 euro në muaj. Çdo ndërmarrje private që punëson gra edhe rini, ne ja japim pagën minimale shtesë 6 muaj ka 500 euro, sa bëhet paga minimale për një korrikut si vjetë. Që rinijat punëson sa më shumë, do ta lidhim arsimin me tregun e punës, për çdo diplom shkolle, një vend në treg pune, 16 profile të ndryshme, si instruktor, saldus, murator e të tjera, i kemi pas mandatin e kaluar, i shtojmë edhe 10 tjera, edhe në këtë mënyrë, rinia do të mësohet me kulturën e punës së bashkëdhëtarëve tonë dhe të parëve tonë, që fitimi vjen nga puna e ndershme sipas ligjit, e për këtë që shtetin do ta keni për herë pronë, sepse shteti i pavarur, Republika e Kosovës, është për shtet për krejt. E tash, me qenë se superpunës për 3, pjashtojmë superpuna për gratë si program i ri, do të na duhet kujdesemi sa më shumë për fëmijët. Do të arrisim numrin e qerdheve, prindrit që i qojnë fëmijët në qerdhe jo publike, sistemin e bonave, dhe çdo qyshe edhe qysh që kujdeset për nipa e mbesa, kur të 2 prindrit punojnë, 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre. E kena miratuar 2 leximet ligjin për sigurimet shëndetësore, do ta rrisim buxhetin për listën e bornave esenciale, përfitimi i parë pas sistemit informativ shëndetësor, i fondit të sigurimeve shëndetësore do të jetë që të gjithë ata që kur shkojnë te mjeku, doktori ja u përshkruan ilaçin nga lista e bornave të rimbursueshme, me qatë recet, me letër njoftim, te barnatoria private e morën ilaçin pa paguar.
të bëjmë edhe rishikimin e teksteve mësimore, mas gjuhës matematikës edhe të lëndëve tjera, që fëmijët, rinia, të kenë mësim cilësor e të përgatitën për ekonominë e shekullit 21, e për këtë të ta bëjmë një transformim të madh të industrisë në Kosovë, të fillu prej ndërtimit të 5 digave, 4 hegurullave, 20 stadiumeve, qendrave turistike, edhe në malet e Shorrit, edhe në Bjesht e Nemna, gasifikimin e lignitit përkatësisht Qymyrit, investimeve në sektorin minerar, posaçërisht në Trepç, dhe nuk mjafton veç rritja ekonomike e zhvillimi, nuk mjafton veç rishpërndarja sociale, por duhet edhe byroja për konfiskimin e pasurisë pa justifikuar atyre që nuk ju përkunden të hyrat me pasurin pjesën e parësyshme që e kanë marrë me keq përdorim, duhet ta kthejnë në shtet. Ajo që është e shtetit, është e të gjithëve, nuk mund të më bëjë veç e dikujt.